Rreshqet e Borës që kanë filluar prej orëve të hershme të mëngjesit deri më tani nuk kanë shkaktuar probleme të mëdha në komunikacion. Rrugët regionale dhe ato lokale janë të kalueshme. Në mëngjes, edhe pse ka pasur rreshqe të Borës, megjithatë nuk janë shfaqur probleme në aksin rrugor Jazhinc-Tetov, ku komunikacioni zhvillohet në kushte dimrore dhe apelohet për më shumë kujdes. Edhe brenda në qytet, rrugët janë të kalueshme dhe nuk janë shfaqur probleme, përderisa Bora në disa momente ka rënë pa ndërprerje. Edhe në rrugët dytësore, gjendja nuk ka qenë problematike, por apelohet për më shumë kujdes. Në ndërkohë, rruga Tetov-Shipkovic-Kodra e Diellit është e kalueshme për automjetet, edhe pse rreshqet e Borës ishin intenzive, megjithatë nuk u hasën probleme në këtë aks rrugor. Deri në hyrje të fshatit Shipkovic janë vërejtur një numër i madh i automjeteve, të cilët nuk kishin probleme. Në ndërkohë, deri në mëngjes rruga lokale nga Shipkovica për në fshatrat Brodec, Veshall dhe Bozovc është mirëmbajtur dhe janë vërejtur banorë të cilët qarkullojnë në këtë rrugë. Në ndërkohë, rreshqet intensive të Borës kanë vazhduar pa ndërprerje në këto fshatra. Në orët e pasdites, nga komuna e Tetovës ka ndalur dhe me njoftim, prej nga thonë se ekipet komunale janë vazhdimisht në teren dhe po punojnë pa ndërprerje për mirëmbajtjen e rrugëve. Aktualisht, rrugët në territorin e komunës janë të kalueshme, duke qenë se priten rreshqe të vazhdueshme bore. Ekipet e komunës së Tetovës do të mbeten të angazhuara gjatë gjithë kohës për të siguruar qarkullim sa më normal. Megjithse në disa segmente mund të paraqiten vështirësi në lëvizje, rrugët mbeten të hapura dhe të kalueshme. Apelojmë tek qytetarët për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit dhe respektim të kushteve dimrore, njoftuan nga komuna e Tetovës.